Ky është momenti kur agjentët e komisariatit numër 4 në Tiranë ndërhyjnë për të goditur një grup kriminal që merrej me trafikimin e armëve të zjarrit. Në kuadër të operacionit koduar Rotondo janë arrestuar 2 persona, ndërsa janë sekuestruar 6 pistoleta. Në pranga kanë përfunduar Donat Jaku 31 vjeç dhe Florian Gjeta 22 vjeç, të cilët janë prangosur në zonën e njohur si Rrethi i Freskut. Plut kanë shpallur në kërkime dhe një tjetër person i dyshuar si bashkëpunëtor i tyre. Armët dyshohet të jenë trafikuar nga Mali i Zi për të ushitur në zonën e Freskut për llogari të grupeve të tjera kriminale. Ishin përgjimet që zbuluan se Donat Jaku dhe Florian Gjeta ishin të përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit. Gjeta, i cili është banues në Domje, dyshohet se prej vitesh kryente aktivitetin e trafikut të armëve. Më herët ai ka jetuar në Angli, vend ku dyshohet po ashtu të ketë ushtruar të njëjtin aktivitet. Madje Gjeta edhe në rrjetet sociale publikonte foto me armë në brez. Ndërkohë hetuesit po punojnë për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e armëve. Ky është operacioni i 7 që finalizohet nga komisariati numër 4 në kryeqytet nga janarje deri tani, ku janë sekuestruar mbi 30 armë zjarri.